Egjiptian, Hasan Rashad, I cili është e çuditshme, do thot kemi një situatë, bile mendoj që në takimin që është bërë në nënshkrimin e Sharm el Sheikh në rivjerën e Egjiptit, po të mos ishte zëri turk, do ishte me Netanyahu atu. Do thot është një koklavitje tërë, mund të them, e ndikimit të Izraelit edhe në region, por pyetja juaj rreth qendrimit amerikan që ka filluar të zbehet roli I Izraelit në SBA, mendoj përkundrazi, e kam fjalën jo në publikun amerikan, por në administratën amerikane nuk ka ndryshim, mund të them, do një ton I tillë sikur ky aneksimin e Jordanit Perëndimor mund të duket një kthesë, me qenë se kemi një ndryshim gjeopolitik në konceptin, mund të them, të ndarjes së interesave apo të një rendi të ri botëror që është në zhvillim e sipër. E qartë. Mirë, zoti Blali, një tjetër detaj I fundit është se Donald Trump ka dërguar dhe flotën ushtarake afër Venezuelës. Çfarë ka ndodhur? Do jetë çështje, mund të them, ditësh që do kemi goditje përbrenda. Jo vetëm të asaj që Trump e quan luftë kundër terrorizmit të karteleve të drogës, por në brigjet në det, por do jetë goditja brenda teritorit. Është afruar një solucion I tillë që brenda 3 vitesh Maduro të tërhiqet prej pushteti dhe pastaj të vinë pyetje një zavendës I tij, zavendës presidenti I Venezuelës, të jetë ai që do ta trashëgoj Maduron. Por ka qenë më duket nga ana amerikane kjo kërkesë e papranueshme, kjo ofertë më do të them Venezuelës, por mendoj që shihni është një problematik jashtëzakonisht e rëndë, se më duket që investimet kineze ka përsëri 70 miliardë brenda, dhe do thotë do jetë një kooperim I tillë që interesa, sepse rezervat, mund të them, janë jashtëzakonisht të mëdha, ka pasuri të mëdha. Nuk do merrte këtë hap amerikanët, po se nuk është burimet e tilla të energjisë në Venezuelë. Dhe do thotë komplet e tërë ky bosht që sillet rreth një goditje, që me siguri mund të pushtohet, edhe pse mobilizimi, rezistenca është e dobët ushtarakisht të pranojmë, por mund të jetë edhe një situatë kur ka pas tentativë që Federata Ruse të dërgojë sisteme, më të them, edhe antiajrore, të mbrojtjes kundërajrore, por edhe furnizim të raketave me të cilat do goditej. Fjala Oreshnikor ka qenë pyetje që mund të goditet territori përbrenda Amerikës, sepse Venezuela gjeografikisht e arrin, mund të them, me gjitha kapacitetet, me ato komponenta që ka sistemi rus, por mendoj që kjo nuk do ishte produktive për vetë rusët apo dhe kinezët në këtë rast, nga se po shihet që edhe Kina dhe India u dashur të hyjnë në fazën kur ta ndalojnë importet e energjisë ruse, të gazit dhe naftës ruse, dhe kjo mendoj që tregon qartas, mund të jetë edhe I trik kinezo-indian, sepse berza tash e naftës në botë çmimet do t'i kem kështu në tavan të ngritura. Dhe ndoshta mund të jetë një lloj triku I tillë. Por te Venezuela mendoj që shumë shpejt mund ta kem një konflikt të ri. Jo mund gjasoj si me Ukrainën, por mendoj që do jetë një situatë ku realisht do kem ndoshta ndryshim edhe të pushtetit me këtë intervenim dhe interesat amerikane tentohet, ose kthimin e doktrinës Monroe, mos përzierjen e natkote evropianëve në interesat amerikane komplet në kontinentin amerikan, dhe kjo më duket që do jetë ndoshta vizioni I arshëm I Trumpit. E qartë. Mirë, zoti Blali, për të kaluar tek Rusia dhe Ukraina, ndjekemi tjetër insert dhe rikthehemi. Zëdhënësja Donald Trump, Caroline Leavitt, u shpërgjigjur pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë, teksa ka folur edhe për takimin Trump-Putin. Ajo pyet se çfarë ndryshon në Donald Trump të shkaktonte ndryshimin në qëndrimin e tij ndaj Rusisë gjatë javës së fundit. Përfshirë vendosjen e sanksioneve dje, presidenti gjithmonë ka pohuar se do të zbatojë sanksionet ndaj Rusisë kur ta ketë ndjerë të përshtatshme dhe të nevojshme, dhe dje ishte ajo ditë, tha Leavitt, mendoj se presidenti ka shprehur prej kohësh edhe zhgënjimin e tij me Vladimir Putinin
dhe sinqerisht me të dyja palët të kësaj lufte. Sekretarja e shtypit tha se Trump kohët e fundit nuk ka parë mjaftueshëm interes dhe veprim nga Rusia për të çuar topin përpara drejtpaqes. Një takim midis dy udhëheqësve nuk është krejtësisht i pamundur. Mendoj se presidenti dhe e gjithë administrata shpresojnë që një ditë kjo të ndodhë përsëri, shtoi Levit, por ne duam të sigurohemi që të ketë një rezultat të prekshëm dhe pozitiv nga i takim dhe që të jetë një përdorim i mirë i kohës së presidentit. E pyetur nëse mund të pasojë më shumë sanksione nga SBA-ja, Levit tha se do t'i lërë këto presidentit të vendos. Mirë, zoti Bilali, pas muajsh të lërimit ndaj Kremlinit, Donald Trump ka vendosur pa pritur pra edhe sanksione ndaj Rusisë. Pyetja është nëse apo i dërgon tashmë Donald Trump pra një mesazh paralajmërues Moskës para se të rikthejë këtu edhe marrëdhëniet përmes një takimi të ri midis tij edhe Putin. Me duket se kemi një situatë të re, por qëllimi është i vjetër. Do thotë strategjia është e vjetër që do thotë nuk përkon me këtë situatë, është një lëvizje e tillë, mendoj nga takimi i Alaskës, ende qëndrojnë, mund të them, nuk është ai servim ose ushqim ende i nxehtë, ka filluar të ftohet, por mendoj që dikur atu do jetë gjella e njëjtë. Shifni, mendoj sanksionimet amerikane për Lukoil dhe Rusnaft është me siguri një goditje e rëndë për interesat ruse, sepse komplet maqineria e tillë luftarake varet sot nga gjithë ky dill që bëhet apo shitja e naftës dhe gazit rus përmes Indisë dhe Kinës. Do thotë ka pas avancimin e sanksionimeve me pjesën evropiane ose të Evropës perëndimore. Dhe mendoj që thash edhe më herët, duke di mund të jetë edhe trik kur Kina ndalon ose ka frikë nga tarifat të cilat janë në diskutim me amerikanët. Kanë filluar bisedimet, janë bisedime që datojnë, mund të them, që spaku që 7-8 muaj, herë në Suedi, në Britanitë e Madhe dhe në vendet e tjera, ku delegacionet amerikano-kineze mund të them kanë shtruar në debatet e tyre të gjitha ato specifikat për të ardhmen e tyre sa i përket shkëmbimit tregtar. Por mendoj është shumë interesant, Kirill Dimitrov është një ish-ministri i kulturës dhe i dërguari special i Trumpit për ekonomi në raport me amerikanët. Ka filluar një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjitha këto mendoj që në diçka tjetër kemi lëvizje të cilat se donjëherë mendojmë që do shkrepet butoni atomik kur shoqojmë situatat e tilla. Larg sa jenë. Tjetër është që njerëz të ndryshëm për shkak që më thon të klikimeve, dhënë deklarata, edhe tek ne këtu jashtëzakonisht bombastike, se po opinioni është interesuar të dëgjoj këto deklarata, që mund të jenë shterpe, nuk ka në realitet, sepse nuk është bota para një krize të tillë që të preket butoni atomik. Por mendoj që këto lëvizje të tilla, sikur kjo e Dimitrevit, tregon në SBA, tregon që ka një bile ke deklaratën e vetë presidentit Trump, që kërkon, shprehet decisivisht, që beson që këto sanksione nuk do zgjasin gjatë. Kjo tregon dhe jap shenjë që jemi para një akordimi për ndaljen e luftës në Ukrainë, e cila dorë në zemër mendoj që ka